Nderuara kryetare e forumit gruas Partisë Demokratike, zonja Adelina Bruçaj Hasani, të nderuar simpatizues të Partisë Demokratike, të nderuar bashkëvendas. Filluam më 4 prill në Bojanovc, po e vazhdojmë në Tërnovc, fitoren e Partisë Demokratike, dhe prapë në Bojanovc me 6 maj do të festojmë këtë gjithë së bashku. Po doja bëri fitore në Tiranë, do të bëj edhe në Bojanovc. Të nderuar bashkëvendas, më njini dhe mos provuat 6 vite duke udhëhequr ekzekutimin e komunës së Bojanovcit. Mos provuat, më njini, ne do të vazhdojmë atje ku e lam në vitin 2008. Dersa e udhëheqja ekzekutimin që nga viti 2002 dhe në vitin 2008 bërëm ndryshime të mëdha në komunën e Bojanovcit, jo vetëm në administratë, po para se gjithashtu në infrastrukturë, asfaltuan me 10 kilometra asfalt në territorin e komunës së Bojanovcit, para se gjithashtu në komunitetin shqiptar. E nxorëm Bojanovcin dhe fshatrat përreth nga balta dhe gropat të cilat i kishim trashëguar. E nxorëm nga terri i trashëguar. Realizuam në Tërnovc më se 20 projekte vitale, duke u nisur nga telefonia, kanalizimi, trafostacionet, asfaltimi, dhe asfaltuam 10 kilometra katror në territorin e fshatit tonë. Tërnovci edhe pse kishte rrjetin e usjellsi që nga viti 1980 deri në vitin 2000 nuk kishte ujë. Por jo e dini që nga viti 2002 dhe deri në fund të vitit 2008 Tërnovci nuk ka pas probleme me ujë, po tash edhe në verë edhe në dimën kemi probleme me ujë. Tash kemi probleme dhe pastrimin e rrugëve. Pse s'pyetni ku është makina të cilën e kam blerë për pastrimin e rrugëve? Ku është? Ku është makina e cila duhet ta mirëmbajë rrugën në dimën? A dini ku është? Te Zalli Hametit i parkum që 4 vjet.